Territori shqiptar për datën 13 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme në shiu, kryesisht në zonat veriore dhe lindore të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor veriperëndimor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 21 gradë, Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 23 gradë, Durrës 12 deri në 23 gradë, Kavaj 11 deri në 22 gradë, Elbasan 10 deri në 22 gradë Celsius, Berat 10 deri në 23 gradë, Korç 8 deri në 19 gradë, Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 23 gradë, Sarandë 13 deri në 22 gradë Celsius.